qytetin, dhe të preste shadërvani, më buzqesh me buz të zjarë, të në shpirt në dorë gjitani, po të prest pëllumi bardë, gratë tua, gratë mia, vasi që nga dashuria, më e fshet, se fshet të rësia. Të ndroj natë për natë, o shpirto gjano. Të ndroj natë për natë, të kam pra, ma me zemër shpirë, zemër pyti mali, kam dy fjali ruaj për ty. Do t'a kuti buzën e zjarë, do t'i kuti të puti buzën e zjarë, do t'i puti sytë e zi. Pas këngës e mrekullueshme po të preste Shadërvani nga The Guitar Sisters, Rezarta, Krenare edhe Joni, mirë se erdhët. Tani na u këni bashkan gjitë. Qysh kërë që referin në këngës njerë, po kam qef me një. Hape zemër shpi, se më vyti mali, kam i fjali ruaj për ty. Do të puti buzën e zjarë, me kanë që këne me në këndu, kështu që tani pa unë bërko po e vazhdojmë rjedhën e emisionit tonë dhe dëftojmë një bukuroshe, një vajzë që ka pas titullin Miss Kosova. Një modele, një vajzë që realisht në rjetët sociale, në paraqitjet e saj, bën tërmet. Kështu që, me ne, e na gati, ftojmë Besa Qitakun. Hajde, Bes! Hello, që, a u lodhe, a e mirë, mirë se erdhe. Jeta është të, si të shtetë që fred, jeta është të nëzet, fjara që tjenë, s'ka veç partësi, as gjykime që në ngrinë. Ka shumë gjyra nuk këtë tjenë, brenda jeshtë si të shka, Besa, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. E zbukurove studion edhe ma shumë, kështu? Faleminderit. Besot kena me fol e realisht, edhe pse kanë kalu pak vjetë prej momentit kur e ke marrë kuroren, si Miss Kosova, po nuk je ndalë prej ati momentit. Mas pari qyshje, qysh po të shkojnë këto ditët pak ftofta, pak nëzeta. Në fakt me të drejten, unë nuk jam tip i dimrit heq, dhe pse kum linë dimër. Bashkësinën e dimrit jam një anar, po kur vjen kjo koha që është vera shumë e nxehtë, është intenzive, ki angazhime ma shumë, edhe kur kryet vera kjo pjesa shtatorit, tetorit, më duket pak si jam shumë ma e zëmt, jo nuk kam shumë motiv se ndrimi kohës, unë jam tipe që ndikona shumë kohë, për shumë, së është koha e keqe jam më dhënë tip pak ma
Do më thonë, bje në shqitje, a e tukajt, a e nervëz? Jo ma nervëz, e tukajt jo, po jo ma kështu, më dikon disponim shumë koha. Okej, Bes, a e ke mëndu në e njëtë që keme marë kurorën e ma të bukurës të Kosovës? Po, kështu më në nathë vetës se këm ditë gjithë që ka me marë, po kur jo. Në fakt se këm pa ta marë pjesë me 16 vjetë, nuk këm pa të zgjedhën pa ta arë ti për rinate. Edhe më nëjë që ma kam bërë shumë të pa drejt, edhe ma ndejëm pa ta hi qash me inate që thësha, okej, këm e punu me vetën, këm e bo ma të mire që ka me marë, apo këpëtan. Edhe i ka ra mas një vite gjysë na i sen 2, e këm fitu. Këm e punu me vetën, qka ke punu me vetën konkret? Që për shambull, nuk është gjithë mush me konë arha shumë e bukur sa i përket pamjes, po për shembull pjesa e mist ose pjesa e modelingu ka të bëj edhe me ecjen për shembull. Ti mush me konë shumë e bukur, po momentin që sfilon nuk i ki ato kriteret tamam që e përfason një mis për shembull. Edhe unë pak me ecje kum pas problemet që ku mes shumë shpejt, unë edhe kështu normal kur eci pak shpejt, e nasha qaj defekti u ka nëse ku e di, po në që pak e ma kam bo me hila. Realisht herën e parë nuk e ke fitu, po më pëlqen ajo lufta që e ke bo me vetën tënde dhe nuk e nalë për me arrit me plëcu vetës atë dëshiren e atë misionin që e ke pas. Qysh unë djeve pas 2 viteve ku prezentuesit tanë emrin tënë si me e bukre e Kosovës? Tash të na, për shambull, egzistojnë këto që bohen këto dallavere të këto sene dhe po, prapë se prapë, po thëmë rënda vetës që e disha që këm e marë, po thësha, apo e te kesha që thësha mos tuk për marë, apo kuptojnë. Po prapë se prapë jom tip që kom qef me testu vetën çdo myra, bëte nuk është që nëse me një vend dështoj unë dhe me thonë, okej, tash fundi jo, përnoj, thësha, nëse qëtash nuk e marë, qa duna me bune ma shumë, edhe disha që me gjdo kush që tash duna me marë gjithësysh edhe e mora, momentin që e kanë thira në tem nuk i di është ndjene pa përshkrushme, vete një sen që unë e prije vogël e kom pas në qef, edhe se di s'muj me ta përshkru. Qka i the vetës se kjo është pjesa më e bukur pasaj, se në ato momente kur je për para ekranit, publikut, njëkosisht edhe pasaj që jo në ato after party e ne atë krejt, për momentin kur ti vetë është vetë me nga 4 mureve. është një farë fjallet që ja thu vetës ose është vetën pasqyre me plët mburje. Qaj ke thonë që ato momente besa besës, se sigurisht e ke qitë kurorën? Po. Kështu e ke këshyr vetën, qaj ke thonë që ato momente? Në fakt, unë jam si tip jam kështu edhe shumë për tokën, nuk është e ka mendjen e madhe, se najsen sa do që dokna mendje madhe. Bile e kom diskutu që të pjesë me babin, kër e kom marrë ma pa të bo, i ki 5 minuta ko, dhe i kem me mundi vëqë të në tokë edhe zotin altë. Dëshmi pasish 5 minuta dhe me jetu si ketë njerës tjeri, që e ke marrë kurorën, ta shmë thonë që okej, ku shemë unë. Po dhe ne kom pas që atë ndjenjen që, kër kom dalë para pasqyrë, kom thonë, okej, më në fund ja dole. Ta është dush me vazhdu për para, dhe më thonë thësha që kjo kurore meritoj unë që e kam. A ka ndru në i sen me nga besës para kurorës edhe mas kurorës? Që po me ndonë, kështu si karakter? Si karakter, se për angazhime po e di, po mbrana besës a ka ndru diçka? Jo, unë në fakt jam shumë tipi dashtën edhe besoj shumë të njerës të sene, po unë menaj që kur ki shumë suksese një, që ato e vrenë që kush është afër teje, kush ti donë suksesit të tua edhe në që atë kohë mu patë në largu shumë njerës do që në shako menu që i kam shumë shokë ose shoqe edhe asë më kanë uru fitoren asë kur gja edhe bësha pikpytje me vetën pse ku është so në atë kohë më konë edhe e vogël, të 18 vetë nuk është që e ki për shamu latinatin ose mund është me mendu diqka, edhe nuk jom rritë në gjatë frymë, po besoj që më ka rritë shumë edhe kjo pisa modelingu se kom pas të bëj edhe me tipa që jënë ka shumë ngritun për shambull ose me njerë që jënë ka nivellit ma tolta, po kuptojnë edhe bon këtë dalimin që kush është i miri, kush është i keqe, po që kjo besoj që ma ka një përparësi shumë të madhe. Po kështu më si tipë së më ka ndru najse. Po du me ta bo një pyetje pak sa të kjo pjesa shpesh herë me qenë e bukur, me pas titullin e Miss Kosovës, kuptohet që nga njerë dush nështë atë ka ndodhë me luftumi u të regu njerëzve që je ma shumë se një vajzë e bukur? Po, gati, s'po dhëmë gjithë po shumicën e rastëve po. Sakunisht të edhima që sa i pesë e showbizit që misa gjithë mund para gjikohen. Gjithë dhe më thonë, hajë se këto vëqë bukra janë.
Dhe këto vish du të milan që ashtu me najtë si kukla, jo me fola, po këpëtan. E të nkone u deshëm ja dëshmu njerës që, okej, thjesht nuk është vish një pamje. Po edhe shumice në rase nuk është jepet edhe shumë mundësia, për shambull, se në për eventet botës që jam, për shambull, testohet edhe inteligenca. E të na për shambull hala, one që sa vjetë e kom marrë titullin, po dhe ma herë që i kom përcjell nuk është që ka pas të bëjnë ajsaj me inteligencë, për shambull që me ditë sa është të zgjut një vajzë ose në ajsan. Sot ka pengu kë para gjykimi ti e vesh një vajzë e bukur? Ka pengu, po dikur kom vendosë, kom thënë, okej, nuk mësh me dëshmu se cilit njëra, kupton, se sa do që dikush se cilin njëri vendosë me të njoftë mënyrat në ndryshme, për shambull. Ti sa do me ja dëshmu dikujt, për shambull, dikush prap se prap nuk është që i krym punaj, edhe thëmë që villem e kesha që mi thotë se cilit dojë, okej, one nuk jam qështo, one nuk jam qështo, një jam qështo, edhe vënd këmë thotë që, okej, nuk muna me bindu në se cilin njëri, po njerë që dojmë më njoftë, e din kush jam one, qësh jam one, edhe veç e kom vendosë. Po besë këto më herët në fillim, thë që shumë herë senet shkojnë me të njëfshëm. Po. Pse? Pse për ta mërmenja? A ndodhe dhe këto fjallë për shembull që shpesh heri flasim në ekran edhe shumë gara e këto po shkojnë me të njëfshëm e ndoshta shumë njerëz që në shpe ngurojnë mas nej me ma një vendim edhe për shembull vajzat e reja me marrë pjesë në Miss Kosova sepse thonë hajtë se me të njëfshëm. Nuk është të pjesa misit gjithkon, është në politikë, është gjdo, më shku me apliku me një puna, nuk të marrin dikën tjetër që kanë interes ku i djone. Po, unë thashë, do të me punu shumë, për shamu tash mund është me konë ti e bukur, edhe mund të me konë tjetër e bukur njëtit nivel, për shambull, po tash varet për interesat caktuar ose ku e dione që nështë për pak mund ta meraj aty, po momentet që ti punon qatë shumë e veten edhe nuk je pa hapësirë atyve që do më thonë, me qitet ata kesh normal që nuk mune me bua atë. Përballë paragjykimeve ose kritikave që tu kanë bo, cili mendon që u konë ma i pa drejti? Ose që ke kesh në shta? Allah me thot drejtë në granit, s'po di me cik në ajo kështu, me vequ s'po di me ta cik. Se ka pilot, se përshamu na si popull jena kështu shumë paragjykus që vish rinjarë që s'kanë që abojnë edhe rinë të në dite vish komentojnë, jepen komente negative, mu më do përshamu shpesh nështë edhe kur të një intervista e thëmë një lavë dalë një komentojnë, apë din asë nuk hinë me këshyrë komplet emisionin që akon që kena bu ma abet shumë kom biseda, po veç hinë komentojnë këtë palidhje. Po kapën mas një fjallë, po, kapën për një lavë edhe okej qysh kështë bla bla. Çka ndodhi pas Miss Kosovës, me qenë se unë e di që Besa pastaj ka udhtu edhe në vendet të ndryshme, qysh ka qenë ajo eksperienca jashtë rrojeve të Kosovës? Shumë e mirë, unë në fakt kërë më shku në gjë me përfacu Kosovën, këmë kalu jashtë zakonisht shumë mirë, edhe shumë njerëz të mirë, veç që u ka njësan që më ka arë shumë kja që më me thonë 80% ose mos me thonë 90% e shtetëve nuk e ka njoftë, as nuk e kanë pas idenë ku është Kosova. Realisht kjo është. Do më thonë dëshkëm nga spjegu komplet pjesën e Europës për me dalë të Kosova. Edhe që kjo nësha është që femra sot do me ka të bukra ose sot do me ka në matë mirat atje, nuk është që munën me muzirë diçka se është pjesat e shtetit që as pas nuk e kiti për krajnë e shtetit tënë, e le ma që atje as nuk e kanë idenë që ku është Kosova për shambull. Atë ka ndodhë për shambull edhe atje, e ke pa në Egjipt kur ke qenë me u paragjyku, ose komplet ju miset, sepse këni qenë miset e këtë botës në Egjipt, ka ndodhë për shambull me pas që edhe atje kanë shku senet për shambull si këto, si ju më paragjyku, apo ka qenë komplet diçka tjetër, si nga ana organizimit, paragjykimeve, publikut e gjitha? Jo, me sa ka mujtë me vrejtu në kanë komplet në ndryshe prej neve. Komplet. Kur thëmë komplet, këtë komplet në ndryshe o kanë. Edhe për shambull, vishtu janë njësë prej njësa në shumë thjeshtë, për shambull, femet janë konë shumë bashkëpunuse, shumë feministe, të na janë që për shambull të ka një natë, se une ditë për shambull kërë më gjithë me s'kam fillu plot me qajt, hajse kjo kështu, apo kuptojnë. Atje për shambull janë konë shumë okej. Të kam thonë që e ke marrë çmimin me të njëfshëm? Po kjo ekziston gjithë, dhe unë thash, unë para 2 vite thash unë... Te e ke thonë vetë? Po, edhe unë këmë thonë që të sen, thash, po thash unë nuk është që e ke marrë me të njëfshëm. Po këmë punu qatë shumë e vetën, thash edhe besoj që e ke meritu.
Në fakt nuk besoj, po e ko meritu. Tash, a e besën, a e ke meritu? E ke meritu. E ke meritu. Okej, Bes, çka ndodhi pastaj pas pjesëmarrjes tënde në Egjipt? Domethënë tu kanë hapur edhe shumë dyer edhe në si modele. Po. Cila është ajo pjesa që të përmbush më shumë? Të qenurit mes apo modeli? Edhe pse lidhen njëra me tjetrën, po... Po për shembull ti mes nuk mundesh me ka vetë pas vite, kështu që atë qëllimi jam u kanë veç për shku me përfaqësu Kosovën ndikon, edhe mandej me vazhdu me modeling me sfilu për brindet ndryshme. Atë ka hap dyrë të qenurit mes pastaj me kap edhe kontrata sa i përket reklamave të tjera për shembull që i ke bo? Po, shumë dyrë më ka hap, por ne kam nisan që kontrata nuk kom qaf me bo. Okej. Do më bënë vetë marrëveshje. Po, e bëj veç marrëveshje, se kontratat mujnë me konë sa janë të mira, mujnë me konë kanë herët edhe donë përsha, ashtu. Po, ne kam nisan që nuk, s'kom qaf ma dërigju jetën kërkosh, mund është me konë të menagjeri jame, po jo mu përzidhe në aspektin që ha në ushqim, ose qka bëjo në me një shoqet tem, ose apo kuptojnë. Mund është veç sa i përket punës, po jo jetës tem kitë personal. Që këna shama habu pak që mos me kriju këto... Kontrata po marrëveshje. Cila ka qenë marrëveshja që e pagu mas shumë? Ta është kësha të regu shifra, stane... A një pak e bes një numër. Jo më pagu mirë. Më thonë, me 3-0, me 2-0, me 4-0, me 5. Jo, ta është mos e rritë shumë se... Te 4 shi 3 po më duket, a? Qa të dikon? Qa të dikon? 4 ka konë, se pak te 4 shi po jemi e sigur. Pas taj numri për para po e lojmë. A ka shpenzime shumë një mes? Po. Pse? Unë thash që momentin që për shambull e merë t'i kororën, nuk është që ki për kraje për kërkujt heq. Edhe për shambull momentin që jom nisun e për Egjipt, kom plët shpenzimet veti kom bullu. Okej, realisht kjo. E tash, mund është me dash së dushte me konë ma e bukra e botës, edhe nuk mjafton vish me konë e bukur, për çta thash që dohet për kushtim, dohet me pas edhe financa veti që mi kry këto sane, se për shkak të mush me marrë koronën, ka plot vajza që në një që e kanë marrë edhe në fund s'kan shumë me përfaqësu Kosovën kërkues se s'kan pas financa. Edhe kjo është shumë normale, që ki shpenzime tepër të mëdha. Realisht normale nuk duhet jetë, sepse një vajzë e cila merr koronën më të bukur duhet spaku që ta përfaqësoj Kosovën në mënyrë më të mirë të mundshme dhe është keq që mos më marr pjesë në kompeticione të tilla. Po në rregull Bes, pas misit vazhdove kontrata ndryshme, reklamat shumëta, ke qenë edhe pjesë e disa emisioneve, njëkohësisht nuk je nal edhe tu bo dhe sfilatat modës, se të kemi pa her pas here gjithandej. Po a ke gjetë kohën dhe për dashnin? Jo. Më thonë përej 2021-ës ti s'ke pas kohë me këthy kryt ka dashnia, pse Bes? Ose ma mirë për të them, a je dashuruar a single i Bes? Qëre, ti mund shme ko dashuruar dhe me kon single? Qaj bjen që kësë kështë, po... Po, se më ra nërmen. Kështu që mund shme thonë, a je e lidhë a je single? Po, a je në lidhje, a... Jo, këtyre momente. Jo. Cili kështë me qeni mashkull ideal për Bes? Se di, une nuk është që e ka me thonë, kjo është mashkulli andrave, sana bla bla. Po, vish me konë tip që përshtatësh, për shumë, me në që qilësi i një mardhani është komunikime, me pas komunikimin, me pas mirë kuptimin që me të kuptu për çdo sen. Se për shumë, shumica e meshkuve jënë gjeloza. Edhe tash, për shembull, nuk muna me lënë në karrierën tam për një mashkull, apo kupton se dikush don, do të më të përkrahti për çdo lloj pune që e bën. Sa janë komunikativ me shkujt në Kosova? Flasim heq? Jo shumë. Qa kera na që s'flasim? Një pyetje? Më varet prit, krejt, nuk mush me Jemi thëmë... pak më duket ma të rezervum, dështë. Po, se... A të gjelozia, pak jemi gjeloza, si do mos kur të kjo është një femën, ishë mis Kosovën, pak normal që e ki një farë. Po, në qëra... Gjelozia në veti, po gjelozi për të mirë gjithmonë po flasë. Njeri gjallë normal që gjelozan, ti mush me gjelozu edhe... Unë për shembull që për babën time jam shumë gjeloza. Okej. Edhe për shembull kur dalëm, babi jam tash nuk e di na kam duket më që është babi jam, është shumë i bukur, edhe kur dalëm kanë herë këshyre kështu ose kur do më thonë babën e bukur e sana, ja bëj
pse, pëten, edhe anisë më vjen një farë gjelozia, më vjen një farë inzete. Edhe për shambull, po do të me pas me kontrola, po kuptan, jo se ka njëherë edhe gjelozia tepërt dhe me bo shumë probleme. Për shambull, sot dush me dash një njëre, nëse mu më kish bo shumë presion, më kish gjelozia tepër pa kontrol, më kish ftoft. E përmend vazhdimisht babin, po mamin se përmend e kur. Mame bile unë e ngucia bëj gjanari shpisjete, mame është pak ma e sartë, edhe mame ma kritikon për gjithë sen. E babi është që gjithmonë që më na halon të lirë, që ato që dojna me folë, për shambullon në qofë se e kam një problem, ose që ato që kam, mas pare e folje me babin, ta ne folje me mamin. Se mame pak ma... Po kështu kur je nisë për Egjipte, kështu, a kanë qenë edhe familjarët pak para gjykus ose dyshus në rrugtimin tënë, s'po flasë ndoshta familje e ngusht, po për një familje pak ma gjallë? Jo, se emailën e para kom pas Besa Vizmisi më ngosë që në gjithë edhe në shkollë. Besa Vizmisi? Misi po më kanë thirë. Imaginoj e krem ko shumë e vogël, edhe për shta po thëmë që e kom pas andër e vogël. Kërën, nuk po jep duar tërkitje qika e ka pas emailën Besa Vizmisi. A egzistën halja e email? Parasaj, do me thonë parasaj vjetë? Shumë e vogël, më ka se di emailën e parta. A ke pas e vitin e lindjes ta në këto? Do me thonë, qysh e vogël ja ke njëllë vetët që me u bomes. Po gjatë punës kështu, a kina e person që të ka bërtit shumë? Po, personin për balë. Pse brebes të këmë bërtitur? Pse brebes? Ti e shumë kritikus kështu. Natyrë kërkus. Shumë e kërkus, tepër. Për ndryshme me Besën kena bashkëpunu para disa viteve, para se më konë mes më duket. A nuk e di. Jo, para se me qenë mes, nëse s'ga bëj, nuk e di. Kemi qenë, nuk kom qenë të e bo videoklipin për një artist, Besa ka qenë pjesë marës në videoklip, kështu që jena bo... Kemi qenë në Gjakove dhe di që e ka njësë natën më bugatu, ka shumë vonë, në handzon me në gjesi, halot u gjiru, edhe pak ka njësa mu trullovo, ne? Edhe graniti me këto ideat e veta. Hajde dhe shave njerë që së është mirë. Në ato rrugët me kalder maske. Kështu që jënë edhe këto të mira gjatë para paskenat që ka ndodhe nga njerë shumë. Unë e knasha shumë kur kam për shambull gjirime dhe kitë këto që ndodhe është një energji e mirë që mas hanej kur të kujtan knashe shumë. Ate nuk është gjithë vish me shku me dalë, okej, po dhe me ndodhë pak me konfani e sane, është kalon edhe ma mirë. Dhe kur një është me shku për shambull me një gjirem që do që është, kur një është që të prisin mirë edhe një është si në shpjo është kalon edhe shumë ma letë. Nuk është që e merë me thonë, okej, shkova me kry punën e. Po e merë se energji pak që, okej, ke shku për qef. Okej, Bes, kusht ka motivu, ose kusht vazhdën me të motivu për me ecë për para, që mos me undalë? Babe. Dhe më thonë, je lidhur 100% me babin. Po. Po, kush është ai personi, dhe më thonë, që me ta kërku, kishe hek dorë prej karierës? Prap, babe. Dhe më për dashni nuk e kështë këtit marë? Adin qysh, nuk e kësha bo, se për shkak në qofë se unë nisna prej vete në qofë se isha lidhë me një marë shkollë dhe kështë pas një profesion që do që i shkon aj, unë e kësha përkra, jo me thonë nali, sa aj pedon që ato, në nuk dëna me përkra, jo me thonë nali ti për mu, nuk është dashni ajo, nëse te nali njësan që ty të pëlqen, nuk është dashni për mu. Dashni është me ta respektu në ty që atë sen. Cila është ndështë puna që paguat pak më shumë në Kosovë, të qenurit influencere, modele apo fotomodele? Se me qenë se të kjo pjesa si influencere nuk është që të kumë pa shumë? Jo, se nuk se di, nasha që stash nasha t'inglona dhe kesh me thonë, po për ne ma u bo gjithkosh. Tash nasha sot e hanisë dhe t'u bo mes gjithkosh, ka nëherë me thonë drejtën, granitet dhe më vjenë marë, me thonë, jo mes hajse i një bo krejt, a veden. Po, une është që une ndër vite jo më bo. Nuk është që veç jo më dalë një ditë një mëngjes bukër, okej, po që nga po buna mes. Unë kom punu ndër vite për mu po mes. E ta qollë për shamu dikush veç... Dhe ka marrë për shamu këtë pjesën e misit plot njerë që nuk ja vlen me pas, edhe për shta egzistojnë të sene. Edhe për influencera nuk është që sot qotë një qikë që zbën kur gjohet, qotë e reklamon një produkt që se ka idin as haberin që është ajo, veç për një reklam të vogël, unë këtu sana nuk i bëj. Unë këtë që e kom po pjesën e marketingut është që mas pare e kom provu vetë, edhe mandi e kom
e ke dalë ke bo një reklam për atë produkt. Okej. Bes, na bëjë dëgjojmë një këngë, e pastaj për rikthehemi sepse i kemi vendosur disa lojë për ty, kështu që të shohim se çush kemi kaluar ato lojë. Dashuria jo, tash kishte mbaruar, kur tregove me lotë sy, se e martuar. Dashuria jo, tash kishte mbaruar, kur tregove me lotë sy, se e martuar. Dashuria jo, tash kishte mbaruar, kur tregove me lotë sy, se e martuar. Dashuria jo, tash kishte mbaruar, kur tregove me lotë sy, se e martuar. Faleminderit shumë, po e vazhdojmë Bes, me qenë si e single.
Tash me kam parasysh qa mund është me butë. Jo, realisht një dark me. Ose një kafe, ose një dark, po unë e kom lënë një dark me. Rubrikën me këngë këshhongër besa një dark. Kaq. Unë ti kom vendos disa emra, ti me zgjedh me kanë po, jo, po, jo. Ledri Vula apo Don Gjoni? Në më thonë, po flasim të jemi qartë, veç për një dark. Oke, hajde Ledri. Ledri. Se veç shumë kam fanë se Ledri kërëm ka ma vogët. Oke, Ledri apo Kapital Ti? Ti kemi 7 emra, ta në fund dhe zgjedhe me kënë, për e këtë këtyne konkurencave që i kom shkru. Ledri. Ledri. Ledri apo Beskallako? Ledri, se kjo besim do këtë pak Ok. i qikë si shumë malak. Ledri apo Butrin Timeri? Ledrin. Ledri apo Yll Limani? Ylle. Këtu e lam do me thonë Ledrin. Ta shani aty i ndru. Ta shtë e lam Ledrin, po vazhdoj me Yllin. Yllin apo Noizin? S'po ti. Këtë marrë këtë lë. Se se kja ka në këtë marrë këtë lë. Na shta Noizi. Noizin, okej. Dhe Noizi apo Stresi është fundit? Noizi. Noizi. Bravo. Okej. Lojën tjetër që e kena vendos, ka me udheq Kronzi atja, po Kronzi kena më konë në garë dytë. Bes jena në loj, kështu që Kronzi ka me nga bo pytjet, unë e tjena cili kena mu shty, cili pikëthem përgjigjet ma shpejti. Edhe ma ndej me prek sonë. Po, du me thonë, du të me prek edhe me këthy përgjigjet për 5 sekonda. Okej. Hajde. Pyetja e parë për juve është 3 sene që i bënin më mëngjes. 4, 3. Se di s'kam përgjigja, se shumë shpejt. Pupe bes. 3 ushqimet e preferume. Fli, specat kuq edhe ajra krem. Sa më doke që ja futet funde. Me nëzirë minutajën bes. Bes aktivizohë bënë ma e shpejt bes. Pyetja e tretë. 3 fjallë që i përdor mas shumë ti kur je nervoz. Larga ma mësë më bëjë nervoz ma shumë. Tonë kohën që e përdore që të fjallë kam kështu. Pjadzojna. Një me një. Hajde shkoj me tjetërën. Pyetja e Larga mësë më kotë. bëjë nervoz. Pyetja e katërt. A ndërkone nervoz, ja. 3 fjallë që e shprej dashnin. Të dua, ta zemrën, shpirtje. Loçk, i kam këtu. Bravo. Sa mi me përshpesha dashni. Këki dosh. Pyetja e rodhës. 3 sene që i bën në shtrat. Kom shkru me fitu. Play, menaj edhe shkruj mesazhe. Sore me nëjë që është pak ma pikante, më sa nuk e freka. Pyetja e shtatë. 3 pjesë trupit që i prek më shumë. 3 s'kisha thonë, po e kam barkun, se dhe ashtu kështu e kam fiksim. Okej. Barkun. 3 e borgën. Nese, jo, qëto të bëtë, se fitej të barku. Pyetja e 8. 3 momente cikletshme. Jem ka në të rëzu në skenë edhe kur t'janë për intervista që janë live, që mos po ka bëj dikon. Edhe një. S'kam qështu. Të pranojnë. Se 3 ashtu kështë ma shumë minus është kështu. A kena të fundit atë para fundit? Edhe 2 pyetje. Edhe 2, hajde para fundit. Pyetja e para fundit është 3 senet që nuk duhet me a thonë të dashurit, apo të dashurës. Je trash, ku je njës pan vetë, edhe qështë thëmën. Edhe pyetja e fundit Hajde deret. Se bone i thajë më trash dhe më thonë dijet që qa dit nuk delj. Se s'ka qka Me që u prisha. Po, me që u prisha. Më kry gjithçka. Pyetja e fundit është 3 sene që i bën kur je në dush. Mos me nalë ujin asë njëherë,
me skraba mu myt edhe çka shmjafton. Unë e kësha pasur një kërkesë tjetër, ata në kuzhinë mos me lëshu se deluje fort. Duket veç të narë që kjo punë. Cili kena përgjigje ma shumë? Graniti. Ok, du më thonë Besa, Bes për vjen keq. Ti pas ke me ecë. Ece. Si model. Po ato dhe bëjna për fund. Bes diçka për fund, qka të qesu zonin ven, qka për nga thu diçka për fund? Unë kësha pas që me emni mesazh për kitë qika që dojnë me fillu me modeling, po kam para gjykime edhe mrena thil vetës e ka një ndjenë që ose s'kan shumë vetë besim të lot, veç me besu në vetën edhe ja del çdo san. Se besoj që është të se cili njëri me besu në vetë, jo me thonë që okej, qkojnë në një vend, jo se ajë dyshimin largoje. So nuk mund është me kriju një punë ose me pas një sukses për derisa ti dyshan vetë, ti si tu i besu vetës mas pare. Kështë edhe nëse dështon, kur gjo, qohësh prap. Mos u ndalë. Po. Bes, faleminderit. Faleminderit edhe ty. Faleminderit shumë që ishe pjesë e ftohtë të nxehtë, e nisëm këtë diel bashkë, po besoj që të shohim edhe më shpesh në ftohtë të nxehtë dhe me sukseset shumëta, edhe do projekte që nuk na ke zbulu, që ke thonë që je veç të punu, po flasë që a folën pak mëra pa kamerave, kështu që shumë suksese në planet e tua. Kështu që për fund, unë për të shiqej, ti po jetë, a më të kësajrë ke me jetë si modele. Kur kemi problem me flok, kuptohet që një pjesë e vetbesimit largohet, sepse kur t'na bim flok, t'filloj me undi jo mirë. Por tani më, zgjidhjen e vetme dhe më të mirë e kemi në Ozone Hair Clinic, e cila ndodhet në Prishtinë. Çdo mbjellje e tyre, realisht çdo punë që ata e bëjnë mrekulli. Tu nis prej meje e prej shumë klientëve të cilët kanë arritur që t'i mbjellin flok dhe mos kenë më probleme. Brenda një viti, ju do të kmerrni rezultati 100% të flokëve. Njëkohësisht në Ozone Hair Clinic keni edhe shamponat Mossy London, të cilët janë shamponat më të mirë në treg. Mundsojnë që floku të mos bie, të jetë më i shëndetshëm dhe këtë, po e them me plot fjalë, e garanton klinika Ozone Hair Clinic. Tani do të shohim pak sa marketing për të rikthyer dhe për të vazhduar jetën e emisionit Ftohtë të nxehtë. Sa herë dal me shokët e mi, lutem nëna në shtëpi, sot i mati arabi, doja qunit atraki. Sa herë dal me shokët e mi, lutem nëna në shtëpi, sot i mati arabi, doja qunit atraki. Sot i madhë duar, Kjo e djelë si çdo e djelë tjetër, është super e nxehtë dhe super fire, falë emisionit Ftohtë të nxehtë. Tani do të vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë, do të vazhdojmë me 2 të ftuar. Realisht i kemi parë shumë edhe viral, i kemi parë edhe në intervistat shumëta, po sot në Ftohtë të nxehtë do i sjellim paksa në një dimension tjetër. Që të dy janë trajner të fitnessit shumë të suksesshëm, po që Besa, përpos që janë kolegë, janë edhe çift, po e them kështu, Kranza jena gati. Kështu që, zonja dhe zotëri, sot me neve, në Ftohtë të nxehtë, kemi knaqësinë e Gzonin dhe Migrena. Hajde mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Hajde mirë. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Edhe emrin Mirgena. Kesh ta thash. S'ka lidhje. Dhimbjet kres më bone me njerë. Migren. Oke, a mund t'jesh një tillë për të dashurin?
Ka njëherë kur më bënë nervoz e thiri, ishte ashtu. Okej. Daj se ma vonë këna me zbulu kështë Ka njëherë, jo shpesh. Pianisin, pak prej fillimeve pse vendoset me u bo trajnera. Realisht pianisi pak me pyetje të përgjithshme për të dyju, mas nej me më të regu se cili veç e veç qysh nisi rrugtimi për me qenë trajnera të fitnessit. Për fillim njerë, e kom cek edhe në intervista tjera, ka qenë nevoja me bo një punë, atër të fillu gradualisht, janë nisi edhe me mi pak në qef pjesa fitnessit, ushtrimet, edhe kom pas interesim ma shumë, kështu që kom vazhdu. E kom gjetë vetën edhe, ma vonë e kom gjetë edhe egzonin. Atje ma vonë, atje krejt ma vonë këra me shku. Egzon, pse qysh janë nisi e fitnessit? Une gjithë jetën një marrë me sport, si i vogël. Kom ushtru krejt sportet, jom marrë me tënat, po të rrit edhe të pa video në për telefon. Më ka pëlqy shumë bota e fitnessit edhe ja kom nisë me provu, do më thonë, më ushtru fitness. Tash dikuj kom 15 vite karierë në botën e fitnessit. Më ka pëlqy si punë, se është punë shumë e mirë. E kom pa vetën aty që po ma dënë, po kom shumë sukses me klienta dhe jam ndalë aty, ku jam. E keni gjatë kohës që keni fillu ose që vetëm jeni botani edhe më profesionist, e keni mendu që kjo do tjetë një profesion i pandashëm i jetës juj? Po, unë e kom mendu edhe mendoj hala që kjo ka më konë të njetën, këna me shërby si trajner. Kemi edhe biznis tjetër familjar, bashk, unë edhe nusja ime që i kena një lindje të prodhimit të produkteve healthy, edhe janë lidhet shumë me punën që bojmë na me fitness, po fitnessi është baza dhe më thonë që aty jena mbetë dhe që aty kemë mbetë për gjithmonë. Generatat e reja në Kosovë, po dhe në përgjithësi tjetrat, apo ushtrojnë ma shumë djemë ta qikat? Qikat. Qikat ushtrojnë ma shumë, interesimi është maj madhë të qikat. Edhe serioziteti është shumë maj madhë ato, edhe djemë të ushtrojnë, po femnat ushtrojnë ma shumë, jonë ma shumë serioze, bojnë ma shumë pyetje rreth shëndetit, rreth dietave, rreth ushtrimeve, rreth programeve. Mashkujt vinë ushtrojnë, po diqysh jonë ndërgërshon, që i thojmë na. Habdin. Si t'ja fillojmë vrahin? Herë vinë, herë zvinë, dikur po, dikur jo. Po mirë, edhe ata është interesimi. Cilë këshyren ma shumë pasqyre, se që am ka bo për shtypje shumë, do me thonë, gjatë fitnessit, ku nuk është tip që më konë fitness shumë, nuk e kom pas pjesë tjetës, e bona pjesë tjetës, pas ta u lëndova dhe u largova. Gjatë pjesës, kur i kom pa, do me thonë, cilë këshyren ma shumë pasqyre gjatë ushtrimeve, femnat ata mashkujt? Femnat e këshyrin të pasmen mas shumë ti. Po edhe mashkujt e këshyren të në kohën. Po nuk ka mirë më bo vezvese. Se disa pasqyret fitnessit jonë pak më të mëdhaja, se i qesin ata vetë e kanë matematikën për me dalë ti maj madha. Maj gjonë. Po, kur shkon të shtëpia, del ndryshe. Edhe nuk bën mu bazu fort në pasqyrët fitnessit. Nëse dëni fotot mira, vazhdojnë të që dëni para pasqyrës fitnessit. Edhe a është kjo që si ti bojnë 3 ushtrime, për shambull të krave, ose automatikisht me këshyrë vetëm pse është që kjo? Po, dikush e ka si shprehije, mendon tashaj normal, se kur ushtron, kur bën ndonjë ushtrim, musli pumpohet, dhe më thonë gjaki shkon të vendi që aty ku e të ushtru edhe ajet pak musli edhe të shati i do këtë bukur edhe e këshyr vetën e shë. Ma shumë fokuson të skuati, të ushtrimet tjera që a kapin vetëm pjesën e poshtme, tash me shti një femë ndoshta me bo pompa ose ndonjë ushtrime krahut, asi janë pak ma, më thonë, pak ma të lodhta. Kështu që fokusin e kanë ma shumë poshtë. Fokusin ma shumë poshtë, tash nëse bojnë diçka skuat, nëse bojnë disa përsëritje me njerë kanë me dalë para pasqyrës dhe më këshyrë që është edhe egzoni mrapa. Cilat janë kërkesat ma të çuditshme që ju kanë bërë tash për njerëzve që vinë fitness edhe dojnë me ushtru? Më thonë... Ka kërkesat ndryshme, po ka që kjo kur e kanë farë dasme, që kjo na me dasma e kim shumë kur i kanë ngatë dasma. Fitness dasma? Po kur i kanë dasmat ngatë, për shembull e ka dasmen e ka dasmen brenda 2 javë, tash do në mi hek 10-15 kila për 2 javë. Apo kupton? A ekziston mundësia? Pa i vështirë. Ekziston mundësia, po është vështirë. Vështirë është shumë, po në raste ka pas sukses. Po qëto janë kërkesat e çuditshme, njerëzit që neve trajnerëve na shohin si, s'po dish me thonë, si
diçka shumë që i bojmë mrekulli. Na nuk mundem na bojmë mrekulli, po pa dash ti me ndihmu vetës na probleme, kena që të ndihmojmë ty. Apo kupton? Ton kohën e kanë synimin të nas çështut, unë më çështut e problem është pa u kon ti vetë që e shtyn veten, tani na janë mbas teje të ndihmojmë edhe çto janë kërkesat që i kanë më shumë ti. Me ek barkin, me një fjalë. Këtë problemit. Pse një me kena këtë problem barkun? Për shkak të ushqimit Po keq? hajnë keq shumë. Cilat janë ushqimet për shembull që automatikisht përpas sheqernave, kuptohet e brumnave, krejt. Me hongër shpesh e ka pak atë qysh është, se i kom një do farë fjallë, kështu sonë për ndryshë ma shumë shpesh djetë. Është interesant me hongër e mënyrë të moderume. Abden, s'po të thëmë mi ndalë krejt, se mundesh mi hongër edhe krejt, po duesh me ditë sa po hanë, me pas një deficit kalorik, me ditë sa po hanë, me ditë që e ka bënë. Tash, krejt që e ndikon. Se kjo pyetje meritën do të pyetje që këmë ta botash. Krejt të me hongër healthy, me hongër shnetshëm, me majt dietë, po nëse nalësh me kështu një salat. Kushton 7 euro, një hamburger 2 euro. Po. Tash, afëdin edhe kjo jeta me majt pak jetën, po të kushton me një farë forme. Po, tash ti hamburgerin mundesh me mbaru edhe në shpe, edhe salatën mundesh me mbaru në shpe. Kur e mbaron salatën në shpe me 7 euro, hanë një avë ditë salatë. Po tash na s'po dojmë tash me hongër pak luks. Artistë në përgjithësi, këngëtarët po flas, a janë shumë të koncentruar në fitness apo në qendrat estetike? Po. Edhe në qendra edhe 50-50. Okej, mirë. Cilat janë për shembull zakonisht fjalët e para që ja thoni një klientit në fitness? Ato fjalë motivuese për me vazhdu mos me lënë fitnessin. Unë jam shumë i hapun me ta, bisedoj shumë. Jeni pak si edhe psikologa kështu. Po, unë bisedoj shumë me ta, domethënë edhe në jetën private bisedoj me ta. Kom qef me më kallëzu krejt problemet, edhe ekonomike, problemet, krejt, adin e shliroj, edhe nëse i ka kushtet keq për ka ekonomia, unë jam aty më ndajt gati edhe për ka ajo pjesë, adin veç mës me lonaj treningin, ose veç mës me lonaj, se ka dikush për një me, e ka peshën e madhe dhe nuk i ka kushtet që shduhet. Apo kuptan, unë edhe për mes këti emisionit i bëj thirrje kush do kohë që nuk i ka mundësit qysh duhet palestrën time, ka fri, krejt kushtet, qka të ka mune, qatë është e jemja, është edhe aty, ne? Edhe jam motivus, po jam edhe njeri për toka, adin, bisedoj me ta shlirë, nuk jam me një fjallë mende madhë. Adin, ja bëj shkesal, nëse është e jemja, është edhe jotja, kur do, qka do që ki nevoj, ki qilë, sa të hajde qele, ushtra, veç më se ndalë treningin. Si u taku aty dy për herë të parë, po më intereson, ta u taku shumë në fitness? Po, në fitnessin ataku. Okej, alla ile po më interesën, po e pës jo tashtë. Kur e ke pa për herë të parë, së është gjithmonë ajo që thomë kur takosh me diko për herë të parë, e ki pak sa ose s'pëlqen heq, ose thuja onë me qëto kur njetë. Ose se ki heq menimin dhe pas taj përfundën. Kjo më ka ndodhë mendimin se kom pas heqja kom cekë edhe disa herë. Po, mendimin që unë i bingë në sy këti, se kom pas heqë. Heqë ma heqë. Heqë ma heqë. E kom cekë shumë herë dhe prapë cekë. Pse? A u do këqash me në madhe këzoni? Jo, nuk është puna asaj, po tu e po qëfar karriere, qëfar jete, sukseset. Una në atë ko isha shumë e re, edhe nuk ish që kisha shumë karrierë, kështu që isha mu nuk më shade, nuk ja bëj tik në sy, edhe po me ko atër e posh që pibi në sy, edhe i rash sy bajgi, mor krejt. Ja bona dy shika shpejt e shpejt. Cili tha i parë të dua për juve dëve, kështu cili u bo pak ma... Qysh ke dhe njere? Qka ke? Cili tha i parë të dua? A i parë të dua? Unë e di që kjo më ka ngucë e para. Më bëjke lajka ati më sheke cak. Që të më thonë, okej. Starit. Unë e apri përsa ta ku me single, tu më si kuptu lajka. Dush më kuptu. Edhe tu i kuptu ka pak, të shi hajt tash. Okej. Edhe,
Edhe që sajni Ram bashkë shtu? përfundim. Diko gati 7-8 vjeç ashtu. Mirgena, No. cëllini ma gjelaz? Unë ma shumë. Kjo valla është gjeloze, unë për veti s'po kom kohas me gjelozu. Se e ma gjelozë ty. Pak nëse kështu me pa profesionin pak, se kështu analizu sa kësha, se edhe unë jam pak kështu gjelaz për në ty. Po, s'ka faj. Kështu e menu me punu me një ven, ushtrime, lëj trupat ashtë dalim pak. Nuk ka faj, e kuptoj, po me kalimin e kohës ja kom nisë. Ndin të i folë, të e zbut, me një fjallë, të e po që nuk ka gjopi asaj punë, abdin vishë është vesi kesh. Së pak të njerë aty me të një mu pak raj, një pak... Po, me ndrejt shpinden, ullu pak, qau pak. Se kena në atë pjesë, nuk e kena. A të kujtum të ashtë? Jo, na sportit që bojmë e kena crossfit. Do më thonë, një pjesë, që shme thonë, këtë tjetër prej fitnessit, një botë këtë tjetër prej fitnessit. Crossfit do më thonë është ushtrime që bëhen vetëm me fuqinë e Sport trupit. intenziv, është ma intenziv, është me edhe na pesh trupor. punojmë me Po grupe. dha, ty pak do zgjati du të mja bo njerit e do... Po zgjatjo t'i bën vetë, më, se më shkuna mi zgjat ata. Ja, nuk mënët veta me që komë me bo kështu. Ka dikush e lyp trenerin, thot treneri, po mësët. Për çka të e pagune trenerin ose kanë do të më thonë, po me mushtru. Ska, a i zgjatet vetë, nëse mundet, po s'mundet a i mi zgjat vetën, më shkuna me zgjat, ha? Granit më të ngosë shumë. Na i kena edhe 2 loja që kena përgatit për juve. Kronz të rëna gati me atë, pastaj do tjetë edhe loja e kronzit. Unë i kom përgatit disa pyetje për juve dëve. Kështu që, cili po na përgjigjet i parë. Do të prek zilen edhe me na u përgjigje parë. Kjo kena pa punë sekund, që ajo në pyetje për njani tjetërin. Pyetja parë. Ngjyra e preferume. E jam ja, a e kësajna? Kësaj. E dishi zë i pëlqen. A është të Po, sakt? e sakt. A kena na i duar të rëkitje? As kena, kërëndja. Bravo, okej. 3, 2, 1. Ushqimi Unë tash nuk nalja, ushqimi preferum. Ushqimi i preferuar, orizi. Rizet. Ja, orizi, e bën gjithçysh, si do më thonë veç risotto. Po, e vërtet. A është e vërtet? Po. Okej. Cili po përgjigjen e mas ne e bëj pyetjen? Qa unë. Vendi ku u dhurua puthja e parë. A bën unë e bre. Lem mu. Renault Clio 2004, 1.6, 16 ventilsh, në Gjako. Do me... Hej, përgjigje ma sinqert të kjo puthja. Që aty vëlla ja kom gjitë për të parë në. Edhe a di shka i thësha? Shkova me maru në Gjako, a dire lem me dalë, edhe unë të vëzit kjerë, në kisha i kërë të vogël, unë isha maj malë se kjerë i 100 ere. Po. Edhe unë i thash, nuk muj me qysh ke më? Jo, nuk fol këton kohën, a din, edhe thash qa paska, i thash e pëse s'po fol, tha unë pa unë dalë nuk di me fol, a din, dhe ke mund dalë. Isha mund dalë në me kjerë. Edhe i thash, okej, ishim me një rrugë tranzite, edhe si me thonë me një parking, thash ani hajtë të ndalëm që tu edhe folim, a din, mu mi ndërzaj kem me ditë qa ka pëse s'po fol, hera por që u takum edhe s'po fol. Unë e kisha sikletin që dërka. Po, e vish ku e në ndalë atër. Pap, kërsiti. Kërsiti minjaci, lik, me shumë dajë. Edhe ndodhe akti edhe. Okej, good. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Kënga e preferuar? Kënga preferuar është... Unë i lahit një gëj shumë. Okej. I lahit i kam kështot, që atom që të sojnë, motivojnë, i kam kështot edhe gjumi merë me toa krejt. Okej. Si e pin kafën partneri? Si e pin kafen, espresso pa sheqer. Okej, a është e sakt? Sakt.
Fjala e parë që partneri ose partnerja e thot kur është nervoz. Nervoz jam, 2 milion krejt. S'po kom nerva mu. Mësyshi nga ka kop. Okej. Mësyshi nga ka kop. S'pas mi nevoj për fjallë pep kështu, mësyshi, jo? Ja. Edhe unë e thëm na mytje mësyshi. Qartë. Këtu e kësha dash pak një përgjigje ma të shpejt. Sa fëmi dëshiron partnerin me pas? 5-6. Këtu, a kina i sen, na me le di rëngjelse. Okej. Vete është e sakt? A është e sakt? Po, shumë. 5 apo 6? Pa i deri në 6, po. Pse jo, fëmijët jonë bereqet. Veç 2 kena. Okej. Kena pun. Hanes, po du në fund, para se me kalu të loja tjetër, ku me pyet për fëmijë. Cili është ma nervoz për juve dëve? U konë kë, u bëke shumë shpejt nervoz, Okej. veç tash i ka kalu. Tash ta pas ka kalu ty. Energji ma ka kalu mu, kështu që. Pa i thashtë të mbam pak kjo. Vesi ma i keq i personit që e ke përballë. Falem edhe ma heret për që tonë. Veç kur kem do emision, Adel, Jo, ma. kur kem do emision, me garderob si ka punë të mirë. Në vërtet. Abdel, më shtin aty në dhëmë, a e mirë shkja, a me vesh ta, a be bojmë qëta, a për shkojmë në ja boj, o vla, vesh shka të dush, bre. Një është lije. Vesh, bre, shka të dush, bre, se s'është. Okej. Po ndojnë pak të fëmit. Sepse po kalojmë pastaj tek pjesa tjetër. Momenti i parë kur e kuptut që po bëheni pret. Momenti parë. Qysh jeni ndiq, që në konë ato emocionet? Ka thonë mjeki. Okej. Mjeki na ka bot terminin më martë. Okej. Okej, do me thonë, datën e ka vendos mjeku, po qysh o në ato momente? A ken lët gëzimi, a lët pak frike, a lët tute, Pak frik ka pas në atë fillim, se kur kena fillu, e cekëm edhe ma herët, vetëm e patëm qelë sallën edhe pak qytetet të ndryshme, pak lërgë, se cili qytet, ose më me thonë se cila familje i ka regullat e veta. Edhe u kon pak frik, po në anën tjetër u kon edhe një ndjenja pa përshkrueshme, shumë interesante, kështu që u kon një ndjenjë shumë e mirë. Inshallah krejt nana që nuk kanë, ose se kanë mundësin, shpresoj që Zoti ju plotëson edhe me provuat ndjenjë me mrekullueshme. Amen. Pastaj, mas sa kohë erdhe dhe fëmija e dytë? Shumë shpejt, se na brenda një viti, thuaj se i kena bo fejesën, martesën, unë qatë kohë kam qenë edhe shtatë zanë, kështu që shumë shpejt, diqysh. Fëmija i dytë në bazë 3 vjetë, be. Okej, mi pas pauzu pak. Po, këna pauzu pak. Okej. Po, se u ladhë. Sa i ka tash fëmija i dytë? Sa vjetë? Sparta i ka 2. Sparta 2 vjetë. Po. Më thonë, kështu e keni bo 3 vjetë? Mjalta 5. Mjalta 5. Sparta. Sa emrat e bukur. Mjalta, Sparta. Idet e të pejes a Gjakovës? Jo, 5. 5. Dyjat. Cilat ju në konë traditat ma të quditshme që i keni hasë Te familje ta? po të familje. Në më thonë të kultura, traditat. Mu më ka ranë mirë, se kjo ka babën kasap. Okej, do më thonë mishën e pasë e gratë. Gati. Sarja më shku më ka prit tepsia me mish aty, në tupan, u knasha. Pa dhe në Gjakov presi mirë shumë i pizza. Po. E vërtet. Kena na lidit me Gjakov, kena, se kam edhe halën e ku pas atjet martume. Kena, na të pejes jena të lidhë në bagi me Gjakov. vërtet. Na lidhë shumë. Po mu më ka ra mirë, edhe pas kësaj ka ra besoj mirë. ka ra Po, mirë. edhe mu njëjtë, mu më ka ra dhe ma mirë. Familja e Gzonit është familje e civilizume, e shkollume, ka prind mrekullueshëm, motra, vllaznit. Po mesh këtë klas pas ka qëllu. Mesh jo. Mish ka jo. unë ballë të baba vetë.
Sa dush. Okej, tash të kemi lojën e dytë. Në lojën e dytë kemi me i qëllu kanë që, në më thonë cëla kush po e këndër. Ai që humb, dënimin kam ja bo, ose me bo pompa, ose push-ups, ose qajën ato pas tajt fitnessit. Kush më ki qëllë ka. Wow. Kështu që shkojmë me kamën e parë. Hajtë. Po, kush e prek zilën e përgjigjen. Okej. Hajde. Nale? Pa, si te fajt. E, mene, gëzën, jo me push-ups po më do. Jo s'po del. Site. Okej, për momentin e nga 1-0, shkojmë me... Apo të them zemra, është që kjo? A të që kjo ka me bua? Jo, dhe Ty nëse e din. Nale? Nëse e dënë dush me prek zilën. Unë po. Dafina Zëqiri. Po. Bloda. Po, I put the bloda in his face. E gëzën. Kërnar me grunë teme, që ka mund. Ma mirë me mund gruja. Pa lidhje. Okej, hajde. I vogli madhe Leverkusen prezentant. Këta janë shokët e mi. E i përshëndes shumë. O, këto, realisht të kangave që ditë kush është. Këta janë shokët e mi. Dhe kanga e fundit, edhe pse... Specat. Specat, ke hup. Kam hup, s'ka Që një kangë pëlqojnë a për qef. S'ka lidhje. Hajde. Vetëm për ty. Bravo. Çfarë dënimi t'ju jap me egzonit, që me realizoj? Me ndoj puthje ma mirë e ki. Puthje në fund. Okej. Për mbyllim intervistën me dashni, Okej. api hapim pompa, api hapim squats. Qa e ka ma bezdi me bo? Jo, ky bezdi se ka asnjë, Allahile, as peshe. Hajtë pompa, se i bën shumë Hajde. mirë edhe shumë letë. Edhe na po zgjohemi në komë edhe ti bën Okej. pompa. Qëra një muzikë kështu? Hajde. Sa mi bo? Sa dush, sa të mund. Jo sa dush që më në të shumë, na api bojnë a veç 10. 10. Hajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Unë e dejnë 3, pa për nëjse të tash të smoj. Bravo, edhe dhe të pompa shkun. Shkun. Kështu që... Shpejtat, letat, mira. Unë më vaj kështu me bu, ka Taze. dal 1, 2, 1, 2, shpejt. Ja, më ka dole, s'kom nervo. Ka dole është. Okej, cila është mesazhi juaj si trajnera nikosisht edhe për biznesin juaj healthy që e keni, për gjithë ata 3 të reja që janë fitness, dëshirojnë fitnessin, po edhe për ato çiftet që janë hapat e parë ty në, domethënë po duni një mesazh të përgjithshëm, edhe për çiftet që kanë hapat e parë ose punojnë bashkë, se pak është stresuese me punu me bashortin ose bashortën, për do njerëz do këtë pak stresuese. Kështu që naj mesazh për juve dhe mas nej dënimi i fundit që nuk e keni mbaru lojën me sukses, kuptohet që është puthja. Për çiftet, ju propozoj me pas spar mirë kuptim, besim, nëse ata punojnë me njëri tjetrin bashkë. Për njerëzit, nëse dojnë me pas fizik të bukur, shëndet bukur, të mirë, pa probleme, veten me a besu dikuj që është profesional. Okej. Duhet me punu shumë, me ullë kryt shumë, me duru shumë, se në këtë vend ka shumë njerës që folin shajnë, mundohen me të qitë pi sistemit, po ti duhesh me pas një vizion. Duhesh shumë me pas kujdes qa po ban në qëfar dras apo shkelm një fjalla, përdin. Se për një me ka njerës që munden me të pengu edhe me të ndalë edhe me apo sherin. Ti duhesh me ditë qëllimin ku pëdan edhe kimi arrit, po duhesh me pas sabër, duhesh me pas durim, se pa durim nuk ka kur gjë ish. Une, kur ja kom nis, pe thëm tash një
një sen të vogël që mu, se unë me fitness, thash jam që 15 vjetë, merna, jam trener me pagesë. Po që një 4 vjetë kom formu një linjet prodhimit produkteve të mija, që do më thonë idejat jonë të mijat edhe të nusës time, kena fillu, kur kom fillu, pasha që të ujë që është 1 metë, kur kom fillu më kanë kesh. Adin më kanë kesh, më kanë thonë që e të bomër kështët, që aty qenë palesër teme. Po, kom fillu ndoshta me 10, tash s'pe hapi cifër, tash nuk më mbri mua sa kom shitje. E po du me thonë që duhet me pas durim, duhesh mi besu vetës edhe mi lonë fjallë të njerëzve që apo të thojnë. Apo kuptan, nëse ty të pëlqen si punë edhe e donë, ti ki me arrit, ki me bo shumë i suksesshëm. Adin nuk ka kërkush që me të ndalish. Se kur punon hakikat, kur punon mirë, partner e ki ata nelt, që të nimon shumë të shel dyrt në tëna unë. Realisht më emocionove dhe mua dhe më preku çdo fjalë me qenë se shumë herë njerëz të frigohen, njerëz të ndalen për shkak njerëzve që na rrethojnë, sepse ceka dhe më herët që xhelozia njerëz i ka verbua dhe... Xhelozia, konkurenca, tute njo, se është e kom konkurenta, si s'ki nevojë mu tut pi konkurentit. Konkurenti është shumë i mirë, është qënë pi gjumit me një fjallë. Konkurenti nuk është i kesh. Nëse s'mund është me i bo mirë dikujt, s'paku mu si bo keq. Po, edhe vazhdo gjithmonë rrugën tonë, dhe ato që ka me bo e gzoni, graniti nuk mundet me bo, ato që e bën graniti e gzoni nuk ka me bo, buk ka për gjithë, kështu që bën e matë mirën prej vetës. Vesh mundohu për mirë dhe mirë ka me dalë, adin shkurt shqip, kër e ki njetin e mirë, mirë ka me dalë. Realisht nuk nasha prej momentit parë që ja kena njësë, dhe i tasht, edhe sidomos kjo pjesa e fundit e mesazhit që me një farë forme e dhurove për gjithë shikues të radio televizionit 21, pëlqeu edhe ma shumë. Kështu që unë kësha kërku që m'ju pas ma shpesh, s'kena nevoj për dashnin mbi gjitha dhe për njerëz pozitiv, m'ju pas ma shpesh në ftoftë të nxehtë, edhe po e përmbyllim këtë pjesë me një puthje që e kena nisë me diskutu për e fillimit. Për e fillimit. Tash na kjerën s'u ne bojna, që improvizojna. Lema mu, ba? U kry, unë për të hekna. Vazhdo, DJ. Femna, në këtë botë është mbretnesh. E vërtet. Abdin edhe nuk ka asë një fjallë tjetër, edhe mbretneshat pusën në mballë. Me këtë djelë në ftoftë të nxehtë, u kënaqëm duke dëgjuar kënga më të ndryshme nga The Guitar Sisters and Joni, më saktë me thonë nga familja Dushi. Mirë se erdhët. Mirë si u gjetëm, faleminderit për ftesën. Nuk për dita është kam janis cila është e madhja, cila kështu, apo jeni krejt një mosh për afërsisht? Unë jam e modhja. Dallojmë kogja shumë mosh, po nuk është që... Prish punë. Joni po do këtë maj vjetri. Kjo është burri vogël. The Guitar Sisters. Pra nisim, qysh lind ideja që me fillu 2 motra me këndu bashk? Na e kemi muzikën trashëgimi nga Bobi. Kemi knu në përshpe me Bobin në përcjelljen e Çiftelis fillimisht. Pastaj kemi vazhduna me kurs gitarës, edhe të këndimit, mandej në për shkollat muzikës, fakultet edhe kështu. Edhe e nëse do me thonë, e keni njësë qysh fëmijë dhe keni ditë që keni më konë bashkë 2 motrat me këndu, apo keni menu një në rrymat ndryshme me qefe? Jo, gjithmonë kemi menu bashkë me qenë, me konë bashkëpunuse me njona tjetrën. Qështu na ka ra. Qështu ju ka ra. Mas nej gjatë viteve edhe Joni u bashkan gjithë me juve. Po, Joni ka fillu me ardhë me neve në për ahengje, në për naja që i kemi, vitin e kalum. Për ndryshe edhe Joni është shkollë muzikës. Joni, a është fështirë me punu me motrat, shu se ka njerë kur t'jenë 2 motra pak... Se do një kam 2 motra, kështu që... Për mu është mas leti. Jo, është shumë letë, po kër i ki motra, i ki pak një farë kujdesje pak ma të madhe pej motrave, një farë dashnije pak ma ndryshë është pej motrave që. Po, për mu është pak të qishë me thonë pak ma letë me familje. Se kur jeme dikën tjetër, ma shumë ki emocione, stres, eksem. Sa instrumenteve i bjen Joni? Një bi një 4. Cilat janë ato? Fizarmonika, padi, kajoni, Çiftelia. Çiftelia. Kitarës i din do akorde.
Sa është e vështirë për juve si femna me interpretu me kitarë? Neve na do këtë lërë për shkak se tashmoj na mësu. Vështirë është shkaku i telave pak gishtat që na thomin, për ndryshe jena mësus për na do këtë në sen. Me qenë se kemi fillu herët edhe jemi adaptu. A keni bo ma pjesë t'jujën të pandashme. Pa është vështirë kështu edhe me knu edhe me mshu gitarës një të ngodëm edhe me përcjell vetën edhe me knu është pak një farë, ta ljub një koncentrim pak më të madhë. Na prej fillimit jena mësu me dyja ta veden. Edhe shembëllën nëse e kopi kitarën pak nusmë, na u ka bo njërë. Varë që është mësohësh, po jemi mësu nga fillimi kështu. Babi kënër me qifteli? Po. E ju a këni kënu në me qifteli? Po. Cilën për shambë? Cilën kongë? Po, babi, na kemi trashëgu muzikën e Mirfelt, Shqipe nga babi. Kur pa tani lullet bukur, rallë kam pak së bukurie, edhe janë ato kongë që babi na përcjellë shumë mirë me qifteli. Po edhe kongë patriotike. E na i kongë patriotike a keni kënu ju dyja bashkë në herë? Na njihëm për kongë patriotike. Po për që të këtaj kështu dashë në dashë. Për ata që se din, që s'na njojnë alo, na mundovi me kënu gjitha zhëndret e muzikës Shqipe, edhe për ata mendoj që jemi aq të kërkuara nga Po, s'me qenë se jeni përthuaj se gjdo natë duke interpretu në vendet ndryshme. Po m'ja u kërkuan e që tash një kongë patriotike, kështu, që qështu që shjena, pa para lajmërim, pa hisë shkurgjo, cilën na e këshit këndu për me që të ftëhtë të nëzet? Po janë do kongë që ma shumë na kërkojnë si Jakub Ferin, Hajredin Pashën, po i bja një raret e Zeza. Një refren, cilës për kënojnë bashkë? Nëse kënojnë na me gitare veç. A veç me gitare, më thonë pak gitare nuk ka shansë. Ka shansë, po ma mirë del me gitare. Që më përda bi gitare? Po nuk e di, e kena hek gitare në kështu komplet. Ndijet bolë prej mikrofonit që i kemi këtu. Okej. Do të me alargu edhe këtë pjesë, apo? Qe krenarës, jepje. Po improvizojmë pak, sa? Jakub Ferin, ose na lypin edhe moj Kosovo, djep lirie. Cilën dush? Jakub Ferin. Okej. Qështa i gjoki ku që i bard, nga beteja s'jela berin, e u mes për mes bjeshkës po i bje, fili vetëm pa luftari. Si dori lash në gjendash, a i po vjen me vrap drej Pragu, heja soj varat e Valbonës, nuk ja lan rëket e gjaku. Jakub Feri mor ku je, trasin malet me piskam, 30 krena oj ke bre, me 7 plak, por ri në kam. Jakub Feri mor ku je, trasin malet me piskam, 30 krena oj ke bre, me 7 plak, por ri në kam. Jonin se prita me kënu. Bravo, ju lumët. Që shumë mirë me gitara. Dëll? Cila e një ma e shtirë? As njona. Njona duhet pak që është pak ma... Sa i përket punës, unë jam ma kërkuse. Okej. A në shpe, unë jam ma urta. Okej. Jërë, cila për shamull i bën ëmbëlsinat ma të mira? Krenorja. E ushqimin? Ushqimin rreza. A i pas skendat, dhe me thonë, kur dënë ëmbëlsin, shko nga krenorja, kur dënë... Po, kështu, sështë këto që përgatitin shumë shpesh buk, amo... Kur përgatisin? Përgatisin, amo për më të mirin ushqim që e bën, është nona dhe motra e vogël. Okej. Pa një dyja nuk jeni, për më keq. Na shkallë ishte. Që sheni me kangë, dhe më thonë, se zakonisht i kom të gju kangë që i këndonit të gjithve artistave të tjerë, po kangë t'jujat, kur keni vendosë me lansu pak më shumë?
Po kemi vendosur çdo vet kanë një këngë, dy të paktën me i lansu. I kemi lansu vitin e kaluar 2 këngë, 2 nëse s'gaboj, tonat, është Lulet e Kosovës, edhe Kur shiu ndaloj që është bashkëpunim me Vullnet Ibrahimin. Ai ka shkruar edhe ka kompozu këngën. Po kështu dy këngë. Dy këngë. Po kështu ma shpesh për shembull bu këngë ose në album ose diçka. Edhe këj familja, joni, babi, krejt kështu me. Po, e kemi mendu, album e kemi lansu këtë vet me covera. Këngë të vjetra që janë pop rock, këngë të shtetare. Kemi lansu 5-6 këngë, edhe janë pritë shumë mirë. Na përdasma është me? Edhe në përdasma. Qatë lypin na universal. Po për shumë, cila është na i këngë që nuk keni qef me kënuajt? Muj dashni aje gjallë. E urrej. Më falë, autori kësaj këngës. Është po, sepse një periud... Nuk e di, nuk është shiet e mja. Kënare për ty? Njejt. Qaj zhondër i këngëve... Nuk ju flenë? Nuk na flenë eqë. Po, për shembull që joni në tashtë një vatë të kënu, do më thonë e dëgjova për herë të parë të kënu, a kënën edhe në përmëramje kështu përpës që lunë me instrumente? Sa kam shku në përneja në përmëramje me instrumentin Kajan. Kam posë së rast që kam kënua përdem, po i jo, tashti me këta jo, se ndët mi jep ma shumë vëmendje podit. Okej, perfekt. A keni njësë me përgatit në i këngës tashtë? Kështu, apo halon njerë këtë pjesë e keni... E kemi një këngë në im Gjoshit, po halon nuk e kemi lansu, po mendojmë me incizu në studio, me orkestru ashtu ta mëndë si që ka hi është, këngë me mbët Ivar Breshe, edhe kësme do të lansujmë. Kështu që me zipres që kur ta lansoni këtë këngë, më në anë fëtën zetë, për pos me interpretuat këngë live kështu, po edhe me pa dhe videoklipin, se sigur ka marrë me videoklip ju këngë, me dëgju ne gjithë me miqt e fëtën zetë dhe të radio televizionit në stëni. Pa tjetër. Falemderit shumë që ishit me nesër. Falemderit juve. Falemderit edhe juve. U knaqëm edhe këtë djelë bashkë, e tani është koha që t'i themi një faleminderim fillimisht butikut Medina që ndodhet në Prishtinë, që përkujdeset për veshjen time, njëkohësisht me i cërë salon dhe osit dhe tërë stafit të mrekullueshëm atje, e pa dyshim stafit tim më të mirin botë me pozitivitetin e tyre, sepse falë tyre, gjdo emision i ftohten zetë merë kuptim gjdo të djelë një orën 15. Mos jarojmë musafir, mos jarojmë ata që sot në kanë knasë shtu këndu, kështu që faleminderit shumë që ishit këtë djelë me ne. Krënz, mirë, djelën tjetër, gati. Always. Okej, na po e përmbyllim bashkë me një këngë dhe po i themi të gjithë miqve të Radio Televizionit 21, vazhdoni të shoqëroheni me Radio Televizionin 21. Qeshma e si më shiko vetëm të dja se më dashuro një larguar ke traptuar pa më falatuni një larguar ke traptuar pa më falatuni për ty ndroj, se nuk tregove ti, se tjetrën dashuroj.
Jeta shumë binda se nisnesh më dhe harove fjallën që m'je dhënë. M'je larguar, m'ke tratuar, pa përlam të mirë. M'je larguar, m'ke tratuar, pa përlam të mirë. Për ty ëndroj, se nuk tregove ti, se tjetrën ta quroj. Vini shkëmbun në shule, dhe gjithi kujtoj, që një dit me ty takore, dhe të përqaproj. Vini shkëmbun në shule, dhe gjithi kujtoj, që një dit me ty takore, dhe të përqaproj.